Përshëndetje të dashur miq të emisionit Familja Jon, faleminderit shumë që çdo të diel në ora 16 jeni bashkë me neve. Të dielën emisionin Familja Jon e nisi me psikologën e fëmijëve Elsa Baca nga Instituti për Shërbime Psikologjike Sociale Visar Sadiku, me të cilën flasim për çrregullimet në të folur. Deri në moshën 2 vjeçar, 18 muaj, fëmija duhet mi pas paku 50 fjalë që i flet. Edhe nëse shqiptimi i fjalëve nuk është shumë i mirë, pra fëmija duhet me konë gjendje që me i thonë ato fjalë. Klinika Gjermane e Syve këtë vikend shënon 20 vjetorin e themelimit. Në një storje të shkurt, do ta shohim kronologjinë e sukseseve vit pas viti të kësaj klinike. Të rubrika Magjekve të vegjël e kemi të ftuar shkrimtarën e vogël Nahar Rmuku. Vendosa unë, sepse mi që thash të çdo gjë fillon dhe mbaron nga vetë ne, dhe ne jemi ata që vendosim edhe dim shumë më mirë për veten tonë, më shumë se sa të tjerët. Tutje nga terreni sjellim këshillat për shëndetin oral nga Advanced Dental Center, bashkë me Dr. Flamur Hajdaraj. Çfarë tregon goja për shëndetin tonë? E krejt në fund, tek rubrika Kuzhina Familjes, bashkë me nutricionistën dhe dietologën Albulena Shabani Lazi, sjellim një pije freskuese me gaz, por të shëndetshme. Unë kam vendosur me shtu kanelën që nëse ka mbetje prej sheqerit, kanela ndikon me stabilizu sheqerin në gjak. Takuemi të dielën në ora 16 në Kanal 10. I ra vati, nëse nuk i bin pemë dhe perimet, i bjen vati. Ky emision mundësohet nga Klinika Gjermane e Syrit, Pinea Medical Center, Royal Imaging Center, Instituti për Shërbime Psikologjike Sociale Visar Sadiku, Spitali i Përgjithshëm Rezonanca 2, Spitali i Varësive Rezonanca 3, Poliklinika Da Vinci.